atëherë ne si parti opozitore do të vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë presionin nëse lëvizja vetëvendosje do të vazhdon të sabotojë shtetin e Kosovës. Unë e di që Serbia nuk e njeh kushtetutën, po që edhe pushteti nuk e njeh kushtetutën, nuk e kemi ditë, dhe pavarësisht gjithasaj që ne do të bëjmë përpjekje që të thirrim lëvizjen vetëvendosje dhe të bëjë konstituimin e kuvendit. Mbrëmë kemi pa që LDK-ja ka dalë me një konferencë dhe ka thënë që nuk ka asnjë arsye për me vonu konstituimin e kuvendit, andaj sot i bëjmë thirrje lëvizjes vetëvendosje që ta bëjë konstituimin e kuvendit dhe të vazhdojmë me procedurat tutje. Vendi jonë ka shumë punë për të bërë, ka shumë tema për të diskutuar, ku të cilat janë shumë të rëndësishme për vendin tonë, andaj sot i bëjmë edhe një herë thirrje lëvizjes vetëvendosje, mos të shkojë në zyrat ilegale, të rri aty dhe të vi në kuvend, ta bëjë konstituimin dhe të vazhdojmë punën tutje. Faleminderit shumë.